Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në radio-televizionin publik të Kosovës. Ushtruesja e detyrës presidentës së Kosovës Albulena Agjiu do të marrë pjesë në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet më 5 qershor në Tivat të Malit të Zi. Samiti mbledh udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor për të diskutuar për perspektiven evropiane të rajonit, planin e rritjes, si dhe çështjet e sigurisë dhe stabilitetit. Në njoftimin e presidencës, thuhet se Agjiu do të riafirmoj përkushtimin e vendit për integrimin evropian, trajtim të drejtë dhe të barabartë në procesin e zgjerimit, si dhe bashkëpunim rajonal në funksion të paqes dhe të stabilitetit. Brenda disa muaj shpritet të përfundojnë negociatat e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor për heqjen e roamingut, ku qytetarët mund të përdorin tarifat e tyre kombëtare në Bashkimin Evropian pa kosto shtesë. Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian ka miratuar formalisht hapjen e negociatave me shtetet e Ballkanit Perëndimor për heqjen e roamingut. Tashmë hapet rruga që Komisioni Evropian të nisë negociata individuale me secilin vend të rajonit për arritjen e marrëveshjeve sektoriale. Këto marrëveshje do krijojnë kornizën institucionale të nevojshme për zbatimin dhe menaxhimin e tyre. Para se t'i bashkohen zonës pa roaming, shtetet e rajonit duhet të harmonizohen plotësisht me legjislacionin e BE-s për roamingun. Kjo nënkupton që qytetarët do të mund të përdorin tarifat e tyre kombëtare për telefonata, mesazhe dhe internet gjatë qëndrimit në vendet e Bashkimit Evropian, pa pagesa shtesë për roaming. Zëvendësministria për çështje evropiane e Çipros, Marilena Rauna, tha se vendimi do të sjellë përfitime konkrete për qytetarët. Në Bruksel vlerësohet se negociatat mund të përmbyllen brenda muajsh, në mënyrë që heqja e roamingut të hyjë në fuqi gjatë vitit të ardhshëm. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, ka zhvilluar takim me kryekëshilltarin financiar dhe drejtorin e Departamentit të Tregjeve Monetare dhe të Kapitalit në FMN Tabias Adrian. Gjatë takimit është diskutuar për zhvillimet në sektorin financiar, zbatimin e planit strategjik të BÇK-s dhe bashkëpunimin me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Po ashtu është trajtuar çështjet që lidhen me digitalizimin financiar, modernizimin e sistemeve të pagesave, mbrojtjen e konsumatorëve dhe avancimin e tregjeve financiare. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet e reja maksimale të lejuara për derivatet e naftës, të cilat do të jenë në fuqi nga ora 10 deri në publikimin e vendimit të radhës. Sipas njoftimit, çmimi maksimal i naftës është 1,51 euro për litër, benzina 1,43 euro për litër, ndërkaq gazi do të tregtohet me 0,71 euro për litër. Në krahasim me ditën paraprake, këto çmime kanë shënuar rritje. Zyrtarët e Ministrisë thonë se përdetësimi i çmimeve bëhet në kuadër të monitorimit të vazhdueshëm të tregut të derivateve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti mori pjesë në prezantimin e curisë për hartimin e masterplanit për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Sipas njoftimit të kryeministrisë, Kurti tha se çëndresa dhe sakrifica e familjes Jashari shndruan atë në simbol të mbrojtjes së atdheut dhe të përkushtimit ndaj lirisë, duke dëshmuar se liria nuk është vetëm ideal politik, por edhe vlerë për të cilën flijohet gjithçka. Ai tha se sipas planifikimit të parapar, gjatë këtij viti pritet të përfundojnë projektet e konservimit të kullave të rezistencës. E-Posta e Kosovës ka vënë në qarkullim emisionin filatelik Engjëjt e Lirisë, shtatorja Leutrimi i Vogël, në shënim të ditës ndërkombëtare të fëmijëve viktima të pafajshëm të agresionit.
Ky emision I kushtohet kujtimit të fëmijëve që humbën jetën gjatë luftës në vendin tonë dhe synon të promovoj paqen, dinitetin dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Pulla postare paraqet shtatoren Leotrim I vogël, kushtuar Leotrim Ahmetit, I cili shndruar në simbol të kujtesës për fëmijët viktimat luftës. Vepra është realizuar nga skulptori Sabri Behramaj, ndërsa emisioni do të qëndrojnë në qarkullim postar deri në konsumimin e plot. Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit njofton opinionin publik se më 5, 6 dhe 7 qershor të këtij viti, Federata e Ciklizmit e Kosovës do të organizojë garën ndërkombëtare të ciklizmit. Në disa segmente rrugore të vendit, përfshir auto-udhën Arben Xhaferi dhe Ibrahim Rugova, do të ketë mbyllje të përkohshme të një korsie të qarkullimit. Gjatë zhvillimit të kampionatit ballkanik të ciklizmit do të ketë mbyllje të përkohshme të një korsie në auto-udhët Arben Xhaferi dhe Ibrahim Rugova. Të premten më 5 qershor do të ketë mbyllje në njërën korsi në autostradën Arben Xhaferi në orën 13, ndërsa të shtunën me 6 qershor do të mbyllet njëra korsi në rrugën Ferizaj Lipjan Hani Elezit në orën 9, po ashtu në orën 11:30 do të mbyllet njëra korsi në rrugën Ferizaj Hani Elezit në kilometrin e 32. Gjithashtu do të mbyllet njëra korsi në rrugën Ferizaj Prishtin Hani Elezit të shtunën në ora 13. Ndërkohë, në po të njëjtën ditë, do të mbyllet njëra korsi në rrugën Ferizaj Lipjan Hani Elezit që zgjat 80 kilometra.